Të nderuar televizionistë, tani jemi rikthyer në pjesën e dytë, siç e thamë, tu vazhdoi lufta që të shtunës, që e thamë ne, folëm gjerësisht për pjesën e parë, që nuk u rrëzua Rama të shtunën, po ka të shtuna tjera, të diela, të tjera që do të vinë më ditët që vijojnë, dhe ndoshta rrëzohet nëse një nga ditë të rrëzohet njëri ore. S'ka ç'a bën, do vi dita e rrëzohet. Tani Edi Rama në vend që të rrëzohet ka ikur në Izrael. Dhe ka shkaktuar polemikat shumëta në atë dheun tonë. Kryeministri u prit me nderime në Izrael, por në Shqipëri ka shumë të pakënaqur. Dukshëm, kishte pakënaqësira. Ndoshta tani do të diskutojmë, nuk duam ta diskutojmë kështu gjerësisht në planin fetar, religios, sepse por ne jemi dhe pak në këtë pjesë, kupton? Ose më mirë ta diskutojmë dhe në planin tjetër, nderuar të shikues, që ne na kanë thënë që Izraelin do ta mbrojmë të gjitha me çdo kushte, të gjitha mënyrat dhe vazhdojmë i bëjmë osana vazhdimisht kësaj gjë. Ne do diskutojmë këtu, pjesë gazetar jemi, dhe ne themi çfarë mendojmë. Mund t'i themi dhe gabim. Ju e gjykoni nëse e kemi gabim ose jo. Pra, kjo do t'jetë pjesë e dytë e emisionit, të ftuar në studio unë kam Marlin Laçi, analist. Faleminderit për ftesën. Marlin, ti unë të kam thirrur pak si pjesë kështu që je pak erdoganist. Jo, unë jam kritik, jo erdoganist. Si? Kritik. Më kritik janë të gjithore në këtë botë, po je pak në këtë pjesën. Ç'është erdoganizmi, pastaj do të diskutojmë ç'është erdoganizmi, është rrym politika apo është diçka një mit? Jo, nuk është kthyer akoma. Okej, pra atëherë do të thotë që s'jam erdoganist. Po të siguroj që pas vdekjes do kthehet patjetër. Mund të kthehet. Unë jam i bindur. Gjithsesi unë të falenderoj shumë për. Faleminderit për ftesën. Zoti Mentor Nazarko, faleminderit mentor, Andi Tela, Antona Bileka, vijojnë të jena në lidhje direkte nëse më ndihmon në regjia dhe nëse e keni lajmëruar, se ai strikt, ja bravo, Zoti Arlind Qori. Tani, përpara se Arlindin do futim ne dhe do të dëgjojmë, unë e ndoqa Arlindin në Instagram, por thash që ato ide që ai ka na i përcjell në mënyrë të drejtë për drejtë, sepse është i palodhur dhe gjithmonë nuk kurse dhe na ndihmon ne, dhe unë e pyes në mënyrë të drejtë për drejtë se sa të merrja nga Instagrami. Se ai atë ide ka. Ti ne do ta ridëgjojmë. Por përpara se me Arlindin unë të filloj të bisedoj, do të kemi një sinkron vizita e Ramës në Izrael. Sinkronin me njerë. Kryeministri Rama është një mik i madh i popullit hebre, një mik i madh i shtetit hebre. Mund të them po kështu edhe një mik i madh i imi. Shqipëria e Izraelit ndajnë marrëdhënie të shkëlqyera që i kanë rënjët në miqësinë e thellë midis popujve shqiptar dhe hebre. Shqipëria është e nderuar që bëhet pjesë e bordit të paqes themeluar nga presidenti Trump dhe e shoh këtë ftesë jo vetëm si një njohje, por edhe përgjegjësi morale. מר אדי רמה, לשאת דברים. I could not find better words with which to begin my own address and to steady my breath against the very real emotion I knew I would feel in this very special place. And if Mossad had not yet informed you, I can inform you that my knees are trembling. I'll do my best, dear Bibi, to survive your judgment, fully aware that I am merely the second speaker worldwide after Trump, whom you simply cannot avoid listening to. Kjo ishte një sinkron i shkurtër, ne kishim përgatitur nga vizita që vijon ende apo mbaron sot. Vazhdon nesër. Vazhdon dhe nesër. Pra, nesër kthehet. Takohet edhe me Dodikun nesër, se është edhe Dodiku që do flasim nesër. Tani, Zoti Qori, ju keni deklaruar se me vizitën në Izrael dhe takimin me Netanyahu, Edi Rama na ka turpëruar si shtet. Pse? Po sepse Shqipëria, sigurisht si çdo shtet tjetër ka patjetër interesa, por ama duhet ketë edhe një dinjitet, duhet ketë edhe një reputacion moral si shtet. Sot që flasim, kryeministri i Izraelit nuk është një personazh i çfarëdoshëm.
është një njeri shteti i cilit është nën akuzë në gjykatën ndërkombëtare drejtësisë për genocid ndaj popullsisë civile në Gaza, edhe shumë organizata të mbrojtjes drejtave të njeriut, madje edhe organizata kryesore e mbrojtjes drejtave të njeriut në Izrael, B'Tselem, ka dalë në përfundimin se qeveria e Netanyahut dhe aparati ushtarak i Izraelit ka kryer genocid në Gaza. Arsye e dytë ka të bëjë me faktin që zoti Netanyahu është njëkohësisht edhe i kërkuar nga gjykata penale ndërkombëtare, një strukturë tjetër ndërkombëtare, për dy akuza, krime lufte dhe krime kundër njerëzimit. Në qoftë se në dimensionin e parë Shqipëria ka një detyrim moral për të qenë krahun e të shtypurve, në krahun e viktimave kryesore të ushtrimit të politikës shtetit Izraelit, pra popullsisë civile palestineze. Në aspektin e dytë, Shqipëria ka edhe ca detyrime ligjore, sepse duhet t'ju kujtoj që në vitin 2003, Kuvendi i Shqipërisë ka ratifikuar Statutin e Romës, që njeh jurisdiksionin e gjykatës penale ndërkombëtare, dhe në mesazhin tim unë kam vënë ndukje këtë lloj paradoksi që sikur në vend që të shkonte Edi Rama në Izrael, kishte ardhur Benjamin Netanyahu në Shqipëri, institucionet e shtetit shqiptar, sa kohë kanë aderuar në këtë gjykatë penale ndërkombëtare, do të ishin të detyruara ta dorëzonin zotin Netanyahu në përpara le të themi kësaj gjykate penale ndërkombëtare. Tani, midis këtyre dy aspekteve, detyrimit të Shqipërisë nga drejta ndërkombëtare dhe tekave, kapriçove të Edi Ramës për të dalë krah për krah me një personazh të jetë problematik me cilin janë të pakt liderët botëror që takohen dhe guxojnë të humbi reputacionin e tyre, unë mendoj që do duhej që Shqipëria të ruante dinjitetin e vet si shtet, të ruante reputacionin e vet si shtet në marrëdhënie ndërkombëtare dhe kryeministri ynë të mos bëjë pjesë e një takimi me një personazh që thash që është i akuzuar për krime shumë të rënda nga gjykatat ndërkombëtare. Arsyeja pse Edi Rama e bën këtë gjë, sigurisht arsyet mund të jenë shumëta, por besoj që arsye kryesore ka të bëjë me frikën që ai ka nga institucionet e drejtësisë, nga institucionet e reja të drejtësisë për akuza për korrupsion, kështu që është i gatshëm të bëjë gjithçka në arenën ndërkombëtare për të përfituar, kush e di, mendon ai, nga ndonjë influencë nga politika e madhe botërore, për fatin e tij personal, sepse nuk gjej asnjë arsye tjetër pse kryeministri i Republikës Shqipërisë do duhet takohet me një personazh që është sigurisht ende sot kryeministri i Izraelit, por që nuk është një kryeministri çfarëdoshëm. Izraeli ka pasur edhe kryeministra të tjerë në historinë e vet, por ky është i pari i cili është i akuzuar nga një gjykata penale ndërkombëtare, jurisdiksionin e cilës shteti shqiptar e njeh, ka nënshkruar traktatin ndërkombëtar, Statutin e Romës, dhe përpasoj është i detyruar nga pikpamja e drejtës ndërkombëtare, po edhe kushtetuesës të Republikës Shqipërisë, e cila thotë që kur traktatet ndërkombëtare nënshkruhen, ato fitojnë fuqi si të ishin ligjet brendshme. Pra, në këtë kuptim Edi Rama na ka poshtruar si vend dhe si popull në momentin që nuk respekton as viktimat e panumërta, flitet për rreth 70.000 viktima, shumë prej cilëve janë fëmijë në Gaza, as detyrimet ligjore që ka Republika e Shqipërisë bazuar mbi të drejtën ndërkombëtare dhe po e them edhe një herë, Republika e Shqipërisë e ka nënshkruar me vullnet lirë Statutin e Romës, ratifikimi është bërë në vitin 2003, mos gaboj, e përpasoj është një detyrim që shteti ynë do duhet ta zbatonte. Dhe më spaku kryeministri i Republikës Shqipërisë nuk mund t'i lejoj vetes që të dalet buzëqeshje të këmbej batuta me një personazh politik i cili është i akuzuar i kryesor për gjëma, për krime kundër njerëzimit dhe për krime lufte. Këto janë akuza zyrtare, nuk është thjesht opinioni im apo opinioni i ndonjë kritiku tjetër të politikave të zotit Netanyahu. Këto janë akuza zyrtare dhe duhet ju vënë duke faktin që prej vitesh Benjamin Netanyahu nuk takohet me shumë prej udhëheqësve të shteteve demokratike të botës refuzojnë të takohen me të, sepse sigurisht që ka një peshë të madhe morale, po themi një takim i tillë apo një farë kuptimi legjitimimit tërthorazi
i politikave të Netanyahu dhe në fakt qeverisë tij të ekstremit djathtë në Izrael kundër popullsisë civile edhe të pafajshme në Gaza. Okej, me sa di unë ka dhe një penalitet brenda vendit, që i ka kërkuar Presidentit Republikës për korupcionin, ka kërkuar Presidentit Republikës që të hiqet të bëhet një amnesti për Është një proces korupcioni Është një proces. dhe zoti Trump ka kërkuar që mos ndiqet. Zoti Trump ka Avukata ta kërkuar ndërpresin. President të amnestoj. Presidenti Trump ka kërkuar. Kërkoi presidentit Herzog gjatë vizitës. Kërkoj Herzogut ta Atëre, Akuza për korrupsion i takon popullit Izraelit dhe institucioneve shtetit Izraelit për t'i dhënë drejtim. Nuk i takon opinionit publik ndërkombëtar. Ato janë punë të brendshme të një shteti. e thash thjesht për Ne kemi disa detyrime dhe unë mendoj që Shqipëria duhet të ketë edhe një reputacion ndërkombëtar dhe përfaqësues të shtetit shqiptar duhet ta ruajnë reputacionin e Republikës Shqipërisë si një vend që respekton të drejtën ndërkombëtare që vetë kanë nënshkruar dhe që kur i duhet flas ndonjëherë, se sigurisht ne nuk kemi qendra e botës dhe nuk pritet që ne të bëjmë politikat e mëdha globale, po puna u desh të flasim ndonjëherë, është më mirë që të rreshtohemi në krahun e viktimave të pafajshme dhe jo të politikanëve, të njerëzve të pushtetshëm, të cilët janë akuzuar, po e them edhe një herë, për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit. Në zarkohë me zotin Qori? Në fakt, takimi i fundit që ka patur Netanyahu me një udhëheqës europian është me Friedrich Merzin në dhjetor 2025. Kështu që unë nuk shoh ndonjë arsye sepse udhëheqësi i një vendi të vogël si Shqipëria mos ta takojë, në fakt mos jetë i ftuar në një vizitë gati shtetërore, megjithëse kjo rezervohet presidentëve para të pritet në një pritje unike për nga ceremonialiteti, për nga përmbajtja si ajo e kryeministit Rama, kështu që Merci ka një borxh historik izraelit. Do të diskutojmë këtu, ëh. E ka me Paralelizojmë do diskutojmë këtu, do diskutojmë. Jo, do diskutojmë këtu. Zoti Marlintë, kur të jemi këtu që mos ketë konfuzion. Të vazhdoj me zotin Qori dhe pastaj ne do ndajmë. Shqipëria ka marrëdhënie të posaçme me Izraelin, pikpamjet e Arlindit sigurisht në atë polifoninë e zëre politik, mediatik, publik të Shqipërisë janë të dobishme, janë morale, janë puritane, por në pikpamjet interesave Shqipëria ka interes jetik që ketë marrëdhënie me një fuqi kaq të madhe, ndoshta të vogël të mesme, që ka peshë kaq të madhe në marrëdhënie ndërkombëtare, që e ka demonstruar veten, posaçërisht vitet e fundit në krizën që kishim ne me Iranin, si mike dhe si ndihmëse e Shqipërisë. Në qëndrimin e vet, duhet mbajtur parasysh një konsiderat e parë që vetëm në letërsinë e realizmit socialist të personazhet politik gjykohen o 100% bardh o 100% zi. Pra, po, mund të jetë vërtet në këndvështrimin moral, ndoshta mund të shtyje kjo vizitë për një herë tjetër, por në këndvështrimin e interesave të Shqipërisë, ajo vizitë pikërisht pse duhet të jetë kërkuar nga Izraeli, unë mendoj që ishte e rëndësishme. Në ato që ishin qëndrimet kryesore të mbajtur nga Rama në parlament, në Kneset, vizitë në cilën izraelitët me gjas e trajtuan Rama si një lloj kundërpeshe ndaj izolimit europian për cilën foli edhe Arlindi, duket që Rama megjithatë nuk përqafoi tezat kryesore të pozicionit izraelit, por foli për zgjidhje me 2 shtete, madje përsëriti 2 herë. Nuk bëri kritika ndaj Izraelit, aq më tepër në një vend siç është Kneseti që ka ndjeshmëri të madhe për kombin izraelit, por ama foli për vuajtjet e popullit palestinez, foli për drejtësi, natyrisht, siç është ajo taktika e njohur diplomatike, ti nuk mund të bësh vërejtje për zotën e shtëpisë në shtëpinë e tij, këtë respektojnë dhe shtetet e mëdha, kështu që në këtë kuptim Rama e rriti shfrytëzoi këtë nevojë të Izraelit për dalë nga izolimi europian kryesisht, e shfrytëzoi për të rritur vizibilitetin e Shqipërisë, por edhe me siguri për të nënshkruar marrëveshje të rëndësishme të lidhen me bashkëpunimin në fushën ekonomik, të bujqësisë, të teknologjisë etj. Apo dhe të sigurisë, për cilat Izraeli ka prioritet absolut. Natyrisht Shqipëria shfrytëzon në lidhje me Izraelin diçka që është një lloj prike, një lloj kapitali kombëtar i trashëguar që në kohët e hershme, madje që në mesjet. Rama madje përmendi këtë përndjekjen europiane të hebrejve në mesjet për të krijuar një lloj ironie me
europianët që janë duke izoluar tani sadopak Izraelin. Për ta përmbyllur, sepse me siguri do kem rastin për të folur prapë për këtë temë, me Izraelin pavarësisht këtij lloj izolimi diplomatik europian, të gjithë palët vazhdojnë të bëjnë biznes, vazhdojnë të bëjnë Shtetet e Bashkimit Evropian, vazhdojnë të bëjnë miqtë e Shqipërisë siç janë amerikanë, vazhdojnë të bëjnë miqtë e Shqipërisë siç janë serbët, cilët e kanë ndihmuar posaçërisht në luftën ndaj Gazës, e kanë ndihmuar me armatim këmbësorie, me fishek etj. Kështu që unë nuk shoh arsye pse mbi bazë të puritanizmi moral i cili nuk është një linjë që zakonisht shtetet, aq më tepër shtetet e vogla, e ndjekin marrëdhënë mes tyre. Shtetet ndërtojnë marrëdhënie me bazë interesa dhe është interes absolut i Shqipërisë që të ketë marrëdhënie me Izraelin, që është shtet kaq i rëndësishëm. Për të përmendur në fjalimin e vet, Rama foli me vlerësime të larta dhe për Turqinë, edhe për shtetet e tjera arabe, duke u ofruar në një farë mënyrë si lloj ure, ashtu që është stili i tij karakteristik, midis vendeve të botës arabe dhe Izraelit. Nëse mund t'i përgjigjem, zotit Nazarko. Ndoshta debatoni se... Po, debatojmë, me kënaqësi. Qëndrimi që unë po mbaj nuk është qëndrim puritan, as moral. Është qëndrim që rrjedh nga ligji, nga e drejta ndërkombëtare. Po është parimi i prezumimit të pafajësisë gjithashtu. Unë nuk po jap opinionin tim për zotin Netanyahu apo për shtetin e Izraelit. Unë po i referohem të drejtës ndërkombëtare dhe po i referohem njëkohësisht dhe raporteve të organizatave me reputacion shumë të lartë të drejtave të njeriut në botë, madje edhe në vetë shtetin e Izraelit. Tani, sigurisht që Shqipëria duhet të ketë marrëdhënie me Izraelin, sepse Izraeli është shtet që njihet nga e drejta ndërkombëtare, madje konsensusi, pothuajse mbar botëror përpara ngjarjeve të viteve të fundit, ka qenë gjithmonë ai i dy shteteve në kufijtë e njohur ndërkombëtarisht me koncensione reciproke territoriale që do të vinë si rezultati konsensusit mes palëve. Ky ka qenë qëndrimi i të gjitha palëve në marrëdhëniet ndërkombëtare. Dhe unë kam përshtypjen që kështu haptazifare edhe shteti i Izraelit ose edhe po themi Netanyahu me shok në Izrael nuk e përjashtojnë në parim, ose të paktën për presionin ndërkombëtar nuk e përjashtojnë në parim lindjen një ditë base të shtetit palestinez. Kanë modifikuar qëndrimin, nuk është ashtu. Ju bët ju i thirrët në ndihmë shembullit të Gjermanisë, të kancelarit Merz. Mirëpo Gjermania ju e dini shumë mirë që ka këtë specifikë, ka një njollë turpit përhershme, të përjetshme në raport me hebrejt, sepse gjatë luftës së dytë botërore janë zhdukur rreth 6 milion hebrejnë. Gjë që s'ka ndodhur me ne. Ne kemi bërë të kundërtën. Gjë që Shqipëria, ja ta vazhdoj këtë, gjë që Shqipëria nuk e ka bërë, sepse në Shqipëri fatmirësisht dhe për nderin ton si popull, kjo gjë nuk ka ndodhur. Dhe fatmirësisht dua të them nga ana tjetër, antisemitizmi në Shqipëri nuk ka bazë historike. E pikërisht për këtë arsye, pikërisht sepse Shqipërinë e vogël askush nuk mund të akuzojë edhe nga pamja shtetërore për antisemitizëm, detyra e shtetit shqiptar, detyra morale e shtetit shqiptar është ta thotë vërtetën dhe të mos bëhet palë me politikanë që po e them edhe një herë, janë të akuzuar zyrtarisht për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit. Unë kam një këndvështrim çik më të gjerë dhe për interesat shtetërore dhe kombëtare të Shqipërisë dhe të shqiptarëve. Këto interesa nuk mund të jenë tërësisht të zhveshura nga çfarëdoloj moraliteti dhe dinjiteti. Megjithatë, edhe ju që po flisni një sekondë. Edhe ju që po flisni, zoti Qori. Edhe ju që po flisni jeni politikan. Unë ju vlerësoj shumë, por në fund të fundit ju jeni politikan. Shiko, sot rendi botëror që ne kemi është i kërcënuar. Ose po bie. Tani, po përpiqet Donald Trump të ndërtoj një rend si që mendon ai. Të çuditshëm, sipas meje. Por, pse tani Edi Rama të mos vrapoj që dhe raforcoj raportin me Izraelin për të rritur peshën e tij te Shtetet e Bashkuara. Sepse interesi personal i Ramës është ky. Dhe tani si politikan, se ai nuk është një prift. Ai si politikan po vrapon atë që po bën Trumpi, jo për ty, se kam
durim pak se do të pyetet gjëre Shumë i gjatë. durueshëm jam pse. Jo, po se po më duket sikur. Jo, po të shikoja me vëmendje, pse do. Jo, mbaj vëmendjen, vazhdo ta mbash, por të mbaroj me Arlindin dhe do të përcillemi me te dhe do të... Është profesori jot, Jo, s'kam asnjë lidhje. S'ka. Lidhje dhe mund... Jeshtë e njoh si politikan edhe kam respekt patjetër. Qartë. Po, pra, e drejta e një njeriu... Rama, kuptoj. Rama po përpiqet, siç ju thash, të shpëtoj lukurën e vet. Duke dalë në foto e duke komplimentuar Netanyahu, përpiqet fitoj një pikë shtesë tek Trumpi me shpresën që pastaj institucionet amerikane do ndikojnë në institucionet e drejtësisë Shqipëri që ai mos përfundoj si Erion Veliaj. Kjo është shpresa e Ramos, unë mendoj që ky është dhe iluzioni i Ramos, por gjithsesi do të shohim çfarë do ndodhë më pas. Për sa i përket interesave të Shqipërisë, tani unë e kuptoj atë që këtu duket sikur bota po shkon për dreq. Jo, me ty jam dhe unë me interesat e Shqipërisë tu janë... As institucionet, as e drejta ndërkombëtare, as OKB-ja, as NATO-ja, as Bashkimi Evropian, ore mund ndodh dhe kjo. Po unë kam përshtypjen që interesi i Shqipërisë është që të ketë të drejtë ndërkombëtare, të ketë institucione ndërkombëtare, se nëse marrëdhëniet ndërkombëtare përfundojnë ujku ha, ujkun më të dobët, do të vi dita e do na hanë dhe ne. Pra nëse nuk ka më vlerë, pikën e vlerës Organizata e Kombeve të Bashkuara, nëse shpërbëhet NATO-ja, nëse hyn në krizë Bashkimi Evropian, ne si popull, si shtet, si komb, mos mendoni që do përfitojmë. Në kushtet e kaosit ndërkombëtar, shtetet e vogla janë të parat që gëlltiten, se sot ty mund duket si do të mbështes njëri që është çik shumë më i fortë se ty, po pastaj për interesa të tjera, ky që ti mendon se e kishe aleat deri sot nuk është më aleat nesër. Prandaj ne kemi nevojë për aleanca, sigurisht me faktorët ndërkombëtar që kemi pas deri sot perëndimor, po që janë aleanca të shëndetshme, që janë aleanca të bazuar mbi të drejtën ndërkombëtare dhe mbi vlerat përbashkëta. Nëse këtu merr flag gjithçka në botë, ne mos mendoni që do ndezim cigare në këtë botë. Pra ne si shteti ka drejtë ndërkombëtare më apo jo? Nuk kam të drejtë ndërkombëtare. Drejtë ndërkombëtare në fuqi ka. E drejta ndërkombëtare dhe shumë nga institucionet ndërkombëtare, duke futur dhe NATO-n brenda, jo vetëm OKB-n, po dhe NATO-n brenda, sot janë në krizë, janë në pikpyetje. Sa që shumë kush vetë pranon që drejta ndërkombëtare. Tani, në këto kushte, ne si shtet duhet veprojmë me maturi, me urtësi, jo të bëjmë hapat nxituar dhe jo të, siç e thoshte zoti Nazarko pak më herët, të çajmë bllokadën themi evropiane ndaj Netanyahut, pra ndaj Netanyahut duke e shndruar Shqipërinë si një trampolin që zoti Netanyahu të laj gjunahet e veta. Nuk kemi pse ta bëjmë ne këtë, nuk ka pse ta bëj kryeministri i Republikës së Shqipërisë këtë gjë, sepse ne si shtet përveç interesave kemi dhe një dinjitet, kemi dhe një reputacion, kemi edhe një raport caktuar me drejtë ndërkombëtare. Unë kam përshtypjen, dhe do guxoj ta them këtë gjë, kam përshtypjen që këtë që u thash pak më herët, që Shqipëria është nënshkruese e Traktatit Romës dhe një jurisdiksionin e gjykatës penale ndërkombëtare, Edi Rama nuk e di, madje as Elisa Spiropali, ministra e jashtme, nuk e di, qoftë e kanë dëgjuar. Janë disa kushte për që jurisdiksionit shtrihet. Do futim tani se do të futim. Mbase e kanë mësuar. Pra ka shkuar Edi Rama për të bërë një vizitë në Izrael dhe ka takuar Netanyahun. Unë kam përshtypjen pa e ditur fare, sepse ne nga që këta që na qeverisin zakonisht mendojnë vetëm për të vjedhur. Nuk është se e vrasin shumë mendjen për politika afatgjata, për marrëdhëniet qëndrueshme ndërkombëtare, për reputacionin e shtetit. Këta janë të gatshëm të bëjnë gjithçka pa u konsultuar dhe pa pyetur askënd. Dhe ne sot jemi përpara një situate ku kryeministri i vendit ton, që po them edhe një herë, një jurisdiksion i gjykatës penale ndërkombëtare, buzë qesh me një të pandehur nga gjykata penale ndërkombëtare. Si ta zgjidhim të kontradikt? Okej, Arlind ta lëm këtë pandehur të dënuar, jo të pandehur, është dënuar ai. Atëherë Arlind nuk është dënuar akoma më duket se. Është dënuar. Nuk është i dënuar. Çdo vendim jalla. Duhet dalë para gjyqit ti është dënuar. Duhet arresti më. Duhet arresti pra. Kërkohet arresti i tij, por nuk i është bërë gjyqi. Arlind, unë të falenderoj shumë që ndihmove, unë mora spunto, shkak u bë kë qëndrimi që ju këshin mbajtur në Instagram dhe folëm disa minuta bashkë dhe në emision të ardhshme sigurisht do të vijojmë të bisedojmë siç kemi biseduar vazhdimisht në studio. Faleminderit.
Shumë. Falenderoj për ftesën, falenderoj për ftesën. Natën. Natë mirë. Tani, Marlind, cili mendoni se është qëllimi i vizitës së Ramës në Izrael? Sa i shërben vetë Ramës ky takim, po Shqipërisë ai shërben? Pikës pari, duhet themi që ka një ngjashmëri të çuditshme midis kryeministit Rama dhe Benjamin Netanyahut. Benjamin Netanyahu vjen nga një gjenocid i shkaktuar me rreth 80.000 viktima, rreth 20.000 fëmijë të vrarë dhe pjesa tjetër të moshuar dhe gra. Kemi të bëjmë me një person i cili kërkohet nga gjykata ndërkombëtare penale e Hagës për krime lufte, krime kundër njerëzimit dhe gjenocid në Gaza. Nga ana tjetër kemi një kryeminist Rama i cili po kryen dita ditës një etnocid në Shqipëri, pra jemi vetë dëshmitar se në çfarë katastrofe, qoftë ekonomike, por qoftë në raportin e burimeve njerëzore ndodhet Shqipëria. Së dyti duhet të themi që Rama mund të shpjegosh njerëzve për është një politikë e cila kryhet kryesisht jo nëpërmjet dhunës, por nëpërmjet aparatit shtetëror për shkatrimin e identitetit kulturor dhe kombëtar të një kombi, pra edhe emigrimi përbën një faktor të tillë që mund të çojë në etnocid. Dhe unë besoj se ne pajtohemi për këtë çështje që ka emigrim. Unë jam dakord, jo, sigurisht. Pajtohemi. Për teti, po sigurisht, por ka 35 vjet. Okej, ka 35 vjet, mund të ishte edhe mënyrë masive ka ndodhur këto 13 vjeçarin e fundit, sigurisht edhe gjatë shëmbjes së regjimit. Nuk dua ta relativizoj fare. Nëse mos e relativizo, s'ka. Por ka 35 vjet, dhe të themi gjërat kështu siç janë. Gjithë janë duhet të themi, pyetja ime është shumë e thjeshtë, pa thënë këtë gjenocidin dhe etnocidin. Etnocid nëse, okej. Unë bëra një pyetje shumë të thjeshtë. Rama është një politikan, si ja thash dhe zoti Qori, dhe i shërben Ramës. Sa i shërben Ramës? Ramës i shërben vetëm për çështjen e drejtësisë, sepse ndihet i rrezikuar nga drejtësia dhe SPAK-u. Nga ana tjetër i shërben për marrëdhëniet e tij relativisht të ngrira me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe pretendon që ky lobi zionist, ky zionizmi ndërkombëtar që ekziston, të loboj për prezencën e kryeministrit Rama në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Nga ana tjetër edhe vetë fjalimi i Edi Ramës ishte skandalos, realisht, sepse u shpreh që shqiptarët i shpëtuan hebrejt vetëm se ishin hebrejt, fjala vjen. Vërtet shqiptarët është një moment krenarie kombëtare, që neve vërtet i shpëtuam hebrejt. Por nuk i shpëtuan vetëm se ishin hebrejt. Neve i shpëtuan sepse ato ishin viktima në atë rast. Por në këtë rast historia është rrogullisur. Sot viktimat e gjenocidit më të pashembull, më të dokumentuar në historinë e njerëzimit janë palestinezët. Pra, mendimi juaj tani është që Shqipërisë Edi Ramës thamë i shërben personalisht. Po Shqipërisë? Shqipëria rrezikon në një skenar të dytë që mund ndodhi, nëse vërtet Benjamin Netanyahu arrestohet nga gjykata ndërkombëtare penale e Hagës. Unë gjykoj se do kemi të bëjmë me një kast gjyqësore si ajo në Nurembergut, që ndodhi pas rënies së nazizmit, dhe sigurisht Shqipëria do jetë pjesë e kësaj gjykate me këto sjellje politike të papërgjeshme që po mban kryeministri Rama, duke marrë në qafë të gjithë të ecurin tonë si komb dhe si shtet, një shtet dhe një komb i cili nuk ka dhunuar askënd, dhe pse duhet ndodhte kjo në këtë rast kur dihet izolimi i Bashkimit Evropian ndaj Benjamin Netanyahu, dihet edhe marrëdhëniet e tij me vendet demokratike të botës, marrëdhëniet e ngrira, dhe në këtë aspekt mund duket eksperiment politik shkuarja në Izrael, dhe sigurisht që po të shikosh listën e të ftuarve në Izrael, është kryeministri Rama, nesër shkon Milorad Dodik, domethënë e kuptoni kaq se si po e përdor Benjamin Netanyahu Shqipërinë si një komardare shpëtimi diplomatik në raport me imazhin botëror. Se fqesën e bën është duke. Po pra, uftua dhe Albin Kurti, por nuk pranoi të shkonte. E njëjta pyetje, Zgjedh ai, ka zgjedhur. Nuk ka pranuar, a? Ka zgjedhur president. Nuk ka pranuar as Vjosa Osmani as Albin Kurti. Jo, është presidentja e Republikës Srpska, është bashkë me Dodik, të dy bashkë që shkojnë për të marrë dekorat. Dekorat. Jo, nuk është parashkruar. Në tonë e njëjta pyetje e Ramës, është e njëjta ide që ka Marlindja apo Parlamentet apo? Do dekorojnë parlament. Dekorat, Kneset. Dekorata bën parlament. këtë do dekorojnë? Babi Dodikun. Po. Pra, i shërben Ramës dhe Shqipërisë kjo?
Shërben Rama. Shiko, marrëdhënia me Izraelin shërben Shqipërisë, nuk mund të flasim për se si shërben marrëdhënia, sigurisht që shërben. Por vizita e Ramës është e panevojshme, nuk ka asnjë arsye që të bëhet. Tani, Ramën e kanë ftuar apo jo? Po, shiftuar. E shiftuar. Rama është shiftuar, por vizita është e panevojshme. Mund gjende 1000 arsye për të mos shkuar. Si gjeti si sot Marlindi nëse ka gjetur vërtet Si nuk ka shkuar Kurti me Vjosa Osmanin, si nuk ka shkuar të tjerë që janë shkuar aty, dhe si janë bërë bashkë aty Dodik me Edi Ramën, e kupton? Dhe të bësh sot të japësh Netanyahut frymëmarrje ndërkombëtare, sa do vend i vogël të jesh, për mua është të rreshtohesh në anën e gabuar të historisë. Dhe Shqipëria nuk ka pse të rreshtohet në anën e gabuar të historisë. Nuk e kemi të luks ne që të japim me kartën e një vendi musliman, një vendi që ka vrarë muslimanët në mënyrë dhe bëri genocid ndaj muslimanëve në mes të botës aty, i mbyllur në plazh 1,5 milion njerëz dhe i la pa buk dhe i vriste si qend, që të japim ne që i vendi musliman, të themi që kishte drejt, japim të drejtë morale, e kishte fajin Hamasi. Kjo për mua është përdorim personal i një amnistie që nuk mund të shkojnë mund askujt ja për një kënd tillë Netanyahut. Në më thënë, nëse... Ja, se bemi, se ka dhe mendimet të ndryshme. Pastaj do ndryshti. Që të kemi përzjerë, pse që është, se unë kam një zakon që nuk i thres të gjithë një loj, ka televizione, dalin dhe bërtasin 4 veta, 5 veta të njëjtin gjë, dhe ikin... Ma qëtësi, më pëlqen. Ka fjalë që nuk e ka... Nuk e kam idenë që të vish të flasësh ti dhe 4 të tjerë, një loj si ty, që me ndonjë një loj si ty. Nuk ka lezet e shumë. Duhet të debat. Po? Ti ma letove mendimin. Ma theme për para. Se unë të pyeta, unë i thres të ftuar i tela, në qoftë se ti do të bësh humor, vazhdo. Po unë i thres të... Ne kemi gjithë ditën që po bisedojmë bashkë. Ja zotëria këtu, bile e pyeta genocidin, etnocidin dhe genocidin, ma spjegoj edhe Marlindi, më për para, apo jo, kur falem bashkë, më spjegoj, dhe ti më spjegove, në qëtë, po këtu s'ka vënd për humor. Unë i pyes njerëzit dhe dua të bëj debat. Arlindin e futa në momentet e fundit sepse pashë pozicionimin e tij dhe ma dërgoj duke qenë ky pozicioni një politikani i hapur, ma dërgoj mentori. Dhe unë e futa me njerë, e thira dhe e futa, për të bërë debat. Dhe debati do thotë jo 5-1, po të jetë të përpiqemi të jetë i barabartë, të ketë debat. Të ketë debat. Ose ti, hajde, ti iki unë, dhe vazhdojnë ti, këtu, riposhtëm, ju pres, i thashtë një flamurit, po deshe dhe ti. Për një dhe kërkes kishe, edhe pjesën e parë dhe tani. Po, mentor. Me eksperiencë, nuk është njësi. Po, e kuptoj. Shikojnë, është reduktive që ta shikojmë këtë vizit, e cila për nga protokolli është vizita me plot që mund të kishte udhëheqësi një shteti, jo të vogël si Shqipërisë, po dhe udhëheqës si nivelit lartë në Izrael. U prit nga presidenti, u prit nga kryeministri. Po dhe vizit halli duket, ë? Jo, vizit halli i duket vetëm atyre që shikojnë zhvillimet e shtetit tonë të vogël të lidhura vetëm me Ramën. Po, është plotësisht e vërtet që Rama ka përfituar shumë plane personal. E ka forcuar pozitën e tij ndërkombëtare. Megjithëse unë nuk shikoj si Arlindi, apo dhe si Marlindi, nuk shoh ndonjë lidhje se si do ndikoj të spaku apo të zgjidhja probleme që ai ka me drejtësinë do ndikoj kjo vizitë në Izrael, po kjo është një gjë tjetër. Unë mendoj që Shqipëria vitin e fundit ose 2 vjet e fundit ka marrë nga Izraeli ndihmën kryesore për sulmi kibernetik që bëri Irani mbi infrastrukturën tonë digjitale. Praktikisht gjithë sekretet e Shqipërisë i mori Irani dhe Izraeli na ndihmoi që të rikthenim mbrojtjen në ato muret e... Rama tha e bëri Microsoft i të ndihmën, po mirë. Nuk na ndihmoi pa para, besoj. Sigurisht. Por ama na dha një ekspertizë e cila është... bëri Microsoft. Po, edhe Izraeli. Së dyti, Izraeli është vendi i cili e njohu Kosovën, ndërkohë që shumica e vendeve arabe nuk e njohin Kosovën. Jo, është spekulim. Ti numërojnë vendet arabe që e njohim? është spekulim pasaj. Jo, shumica e vendeve arabe nuk e njeh, Arabia Saudite e njeh, Siria e njeh. Shumica e vendeve arabe dhe muslimane. Pakistani e njeh. Kush janë këto shtete përveç Iranit? Algjeria dhe Maroku. Në konferencën e vendeve
islamike. Po është spekulim që ka ndodhur Konferenca e Vendeve Islamike që shumica e tyre nuk e njohin. Turqia është promotori kryesor dhe nëpërmjet Turqisë e njohi Siria. Palestina kryesorja nuk e njeh, nëse do të Palestina nuk njeh Shqipëria ka njohur, por si mund të diskutojmë për këtë çfarë ta mbaroj, unë nuk më preva. Ja ta mbaroj. Vendet islamike, vendet islamike janë pra unë po të jap fakte. Shumica e vendeve islamike do t'i marrim me radhë. Po hajde t'i marrim me radhë. Të përmenda 10 shtete, 15 shtete. Edhe një herë, Palestina vetë është një vend i cili organizim shtetëror, parashtetëror, nuk e njeh autoriteti palestinez, nuk e njeh partia Fatah. Jo, po edhe ka ndryshim aty. Do të thonë Hamasi e njeh thuati. Jo, Hamasi nuk e njeh sepse nuk është autoritet palestinez. Por edhe një herë, që ti plotësoj argumente, unë nuk ndërpreva. Jo, rregull, jo, thjeshta. Edhe një herë, Izraeli ka qenë në krah të Shqipërisë në momentet e fundit dhe ka qenë në ndihmë të Kosovës, jo thjesht njohjen me marrëveshjen e Washingtonit në 2020, por ka qenë vendi i cili e ka ndihmuar Kosovën në 1999 kur ka qenë eksodi i cili rrezikonte edhe zhduket. Ariel Sharon dorni kundër ndërhyrjes së NATO-s. Në 1999, fikërisht Netanyahu doli kundër Ariel Sharon. Po flasim kundër ndërhyrjes së NATO-s në 99. Arlind, lutem që ta mbaroj. Netanyahu ka dalë, ka pritur 102 refugjat Kosovës që erdhën me avion dhe janë organizuar tubime të mëdha me 50.000 vetë në mes të Izraelit. Sot jemi në kota të reja, sepse Netanyahu po financon ushtrinë serbe, po dërgon armë Serbia, apo jo? Jo, dhe Serbia po ndihmon Izraelin, ashtu siç dhe Serbia vetë po ndihmon Palestinë. Ato armë duan për të vrarë serb, ato duan për të vrarë bosnjak, kroat dhe shqiptar, apo jo? Ne, Shqipëria nuk ka fuqi që të vendosi drejtësinë ndërkombëtare. Në qoftë se e majta shqiptare, në rezonancë me të majtën perëndimore, sipas linjës sa historike për të qenë me arabët kundër Amerikës, thotë që do bëjë Shqipëria drejtësi ndërkombëtare, le ta bëjë. Kur të vijë majta në pushtet, ajo që Shqipëria sot, ky kryeministër, domethënë Shqipëria se nuk e ka për shkak të vete, mori dekoratën më të lartë nga vendet e botës arabe. Dhe mori dekoratën më të lartë nga Izraeli. Nga Emiratet e Bashkuara Arabe? Që Shqipëria i ka marrëdhënie shumë të mira me të gjithë. Emiratet e Bashkuara Arabe sot janë shtet proksi i Izraelit. Emiratet e Bashkuara Arabe. Edhe Arabia Saudite e ka nderuar Shqipërinë. Po, e ka nderuar. Në këtë kuptim nuk mund të thuhet që ne jemi duke mbajtur qendrim pro-sionist. Në fjalimin e Ramës kishte momente në cilat kishte, domethënë duke ruajtur etikën, sepse je vend vizitor, je kryeministri i vendit vizitor që po të japin hapësirë për të folur në Kneset. Kishte kritika dhe kishte shqetësime edhe për krimet e kryera. Natyrisht Rama nuk mund të thotë gjithë ato dhe edhe i një vendi më të fuqishëm se sa Shqipëria nuk mund të thotë në shpinën e atij që je dakord. Ama çështja është se duhet shkojë në një vend i cili kryeministri i vendit akuzohet për krime lufte. Rama ka 1000 defekte, shto dhe ato që mund t'i bashkangjit Arlindi, por në kryer në një vizitë të tillë, të kërkuar nga Izraeli. Po pse në këtë moment kërkohet? Ja, po ta shpjegoj. Këtu ne konvergjojmë, është nevoja e Izraelit. Është nevoja. Izraeli është edhe një herë, pikërisht pra, se kjo është pse me miq çfarë marrëdhënie do kesh. Vetëm kur të kesh nevojë ti, Izraeli është në një lloj izolimi diplomatik apo të opinionit publik evropian dhe ndërkombëtar. Po për çfarë arsye? Nesër mbledhja që bëhet nesër, konferenca ndërkombëtare kundër semitizmit, është pikërisht për të krijuar një front të tillë. Ti përmende në mënyrë spekulative Dodikun. Po. Që ta dish, në Izrael ka një përbërëse të fuqishme hebrejsh, cilët vinë nga vendet nga Rusia dhe nga vendet e ish Bashkimit Sovjetik. Hazar apo Ashkenaz. Dhe që janë të fuqishëm edhe në politikën izraelite. Avigdor Liebermani, që është njëri Smotrich, kanë qëndruar për një kohë të gjatë në Republika Srpska, mik i Dodikut, kanë dhënë me pushime, që unë nuk e di se si mund të ish me pushime në Republika Srpska, 2 javë, por pra Izraeli është një vend që ka shumë ngjyrime në pikpamje të vendosjes në raport me politikën botërore. Që Shqipëria ka marrëdhënie të tilla, kjo është motiv fuqie, nuk është motiv dobësie. Pavarësisht skrupeve morale apo skrupeve ideologjik që ne mund të kemi ndaj. Dakor. Është thirrur në kuadër të skupësh moral. Është në kuadër të prishjes. Kaq më shumë e thjeshtë. Është në kuadër të prishjes. Ja të futet Tela. Edhe Tela. Lutem ta nëse ne duam të kuptojmë është apo s'është në interes të Ramës, mjafton të kuptojmë mënyrën se si Rama e anuncoi vizitën e tij në parlament ditën e njëjtë. Pathosi me cilën deklaroi që të hënën në kenin parlamentin e Izraelit, do flas atje ku i fundit që ka folur ka qenë Trumpi, do mpresim ndërmjet mëdha.
pra ishte e qartë mënyra se si e artikuloi në Parlamentin shqiptar, ku çështja atje po diskutoi e mbështet Trumpi Ramën, është Trumpi me Ramën apo është Rama kundër Trumpit apo Trumpi nuk e do Ramën. Dakor? Në atë moment, mënyra se si kryeministri shqiptar artikuloi vizitën e tij apo njoftoi vizitën e tij tregon qartësisht që po është një vizitë që intereson Edi Ramës, intereson përballë një aleatit cilin e konsideron të rëndësishëm dhe në vetëm pikpamjen e fuqisë që kanë në botë, futet gjithçka atje, në aty përmendet termat turizëm, armatim, kibernetik, gjithçka. Por njëkohësisht është i hapur në mbështetje në krah të Trump, i cili nga ana vet është duke kërkuar aleat qartësisht pro-Izraelit. Kështu që nga kjo pikpamje, Edi Rama është duke bërë atë që mendon se ka më mirë për veten e tij. Për sa i përket Shqipërisë, patjetër që Shqipëria është një vend me shumicë muslimane të deklaruar. Dhe ndjeshmëria këtu në Shqipëri përveç pjesës muslimane, po besoj në gjithë pjesën e tjetër të qytetëruar shqiptare, arrin të kuptoj dhe të di shumë mirë se çfarë ka ndodhur në Gaza. Dhe nuk besoj se ka një njeri në Shqipëri i cili thotë që ajo që ka ndodhur në Gaza është normale, duhet ndodhte dhe s'ka problem që ndodhi. Të gjithë e kundërshtojnë, të gjithë janë me viktimën. Dhe po të lexosh genocid është genocid. Dhe po të lexosh më i dokumentuar. Kryeministri vizitën e parë bëri në vendin ku ndodhi masakra e famshme, në fushën e festivalit. Atë ishte vizita e parë ku ishin përmendoret. Po të lexosh në blokun e Ramos në Facebook, ishin ja 1000 ca komente të njerëzve. Zakonisht këtu hyn patronazhistët dhe thonë lideri ynë i madh i nderuar. Tu s'kishte. 90% e komenteve ishin kundra Edi Ramës. Për mënyrën se si kishte zgjedhur të niste vizitën. Dakor, fjalat që kishte përdorur për të nisur vizitën. Kështu që kjo ka të bëjë me ndjeshmërinë shqiptare. Pastaj diskutimi nëse lideri duhet të dëgjojë apo të prek apo të ndjejë ndjeshmërinë që ka populli i vet. Raport me interesa shumë të mëdha, ajo pastaj ngelet në dorën e tij për ta vendosur. Nuk na përfaqëson, nuk është ne. Atëre, Rama, është një gjë e qartë. Rama apo jo? Rama po kërkon të forcojë raportin me Izraelin për të rritur peshën e tij tek Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ne dimë që Izraeli është një satelit i Shqipërisë. Për këtë jemi të qartë gjithë, apo jo? Njëherë është dëshiraja satelit Izrael. Sateliti thjesht, jo, është Kjo tani me ekogravit. Satelitit, kjo s'ka lidhje shumë, po. Po çon si ka. A është politika jone, tani kemi një pyetje të cilën se kjo një akt servil është... Së është problem të Izraeli, pra. Një minutë, ta mbaroj si formulim. Se është vetëm të Rama, sigurisht ka 35 vjet, por ne një imitim bëjmë të gjithë kohën dhe raportin me Izraelin dhe nuk e shohim këtë botën tjetër që kur e vrasin, kur bëjnë genocidin. E kjo është një gjë e tmerrshme. Jo vetëm Rama, dhe deputetët e PD-s, të gjithë opozita në foto, në takime. Tani ne në këtë moment ne jemi tani jemi në një moment ku politika jone jashtme, domethënë deputet partive të re. Duket që politika jone jashtme është tërësisht e personalizuar. Dhe kështu ndodh, ka 35 vjet që ndodh. Tani është Rama dhe ne për këtë do flasim. Po, kështu ka ndodhur. Pra e gjitha në funksion të interesit personal të Ramës, në shumë interesit më shumë se të interesi Shqipërisë, apo jo? Dhe këtë mund të bëllë dhe Berisha, po t'ishe mosëm, nuk po themi jo, shikon parlament, u bë para 2 muajsh, u bë shoqata misis parlamentare të ishte fondacione. Po, dhe gjithë deputetët të PD-s dhe të këta të partidet të re. Dhe të opozitës së re që është sheha në këtë rast. Ndërkohë që aty vriteshin, aty vazhdon të genocidi ndërkohë, ishte live. Është një akt servilizmi të skaj. Jo, ideja është se opozita konkuron. Aq më tepër që të gjithë ju, Qori i pari dhe ju këmgullët që ky është njeri penalizuar shumë fort nga ndërkombëtarët. Mund ta plotësojmë apo Antoni? Jo. Ti e ke të drejtë. Ka kohë që ne thot Lutfiu nuk kemi ministër të jashtëm, po kemi kryeministër të jashtëm. U bë apo s'u bë genocid. Unë jam duke personalizimisht, po. Unë jam duke thënë pikërisht pse ai është ftuar nga shteti i Izraelit. Sepse unë e mata edhe me peshore sa ishin cilësorët pozitiv të ti për Netanyahu dhe sa ishin të Netanyahut për Ramën. A i lavdëroi Ramën, tha ti ke bërë reforma, ti ke ndryshuar ngjyrat e qytetit, turistët janë shumë të lumtur me ty, ti je më i madh se sa
një pjesë atyre që kanë ardhur këtu, ndërsa ai vetëm i tha që ti e fol si pesë, tha, në botë, tha, pas Trumpit shqiptari, unë jam i dyti, tha, ti e pesti. Rama ruajti vimësim, po shifja një intervistë fundit që e kështë edhe në Jeruzalem Post në verë, lavdroi Turqinë, në një vend si Kneseti, cili e urren. Edhe për islamofobin foli, edhe për islamofobin. Po islamofobin e shef prizmën ati islami që përkon Rama, se Rama tha aty që islami është përkon. Ma ta mbaroj dhe vazhdoni. Marlin, lutem ta mbaroj. Mos them lutem të... Shiko, foli për një gjë tjetër, se kjo teknologjia e manipulimit me dhimbjet njerëzore të tyre popujve që janë konflikt, është për popullin, dhe më thonë është për qytetarët të thjeshtë, jo për ne që mendojnë bëjmë analizë. Për një 10 ditë ose për 2 javë, regjimi iranian ka vrarë 30.000 vetë. Për shkak se ata nuk dalin televizor, nuk flitet. Për shkak se për këto krime nuk flitet në për xhamit. Lidhje kanë xhamit shqiptare me Iranin, mos e jemi rritur. Po atë xhamit, çfarë lidhje kanë xhamit me Palestinën? Po. Sepse ka një orientim. Po pa tjetër mërë se kanë djesi kulturore, mërë si mund të mohoni këto... Pra, do me thënë 30.000 vrarët e Iranit... Ore pa tjetër mërë që dënohet regjimi ajatollahëve, pa tjetër mërë nuk po thot një... Isha duke thënë. Po pra. Pra, duhet vendosur 1 metër, edhe njëherë, ne tani po flasim me metrin e interesit shtetëror. Me metrin moral, me metrin ideologjik. Që është se metri moral i politikës shqiptare nuk e ma të mirë nivelin e gjakut muslimanëve në Palestinë. Ky është problemi. Dhe a i flet për islamofobin atje, foli për islamofobin, por a i percepton islamofobin në atë islamin që pretendon a i. A i thot që islami është dashuri, është edhe përkullje. Islami zotrin nuk është përkullje. është rebelim ndaj padrejtësisë. Ky është islami, me fjalë thjeshta. Tani, a i meret, a janë vrarë 30.000 në Iran, pa tjetër, regjimi ajatollahëve duhet rëzuar. Është regjim totalitar. Por, a mund themi ne të njëjtën gjë edhe për regjimin sionist të Netanyahu, që ka vrarë dhe ka masakruar me bombat nga më të sofistikuar foshnje, i ka djegur në për çadra? E themi do të këtë? E thonë do të politikatën tanë shantazhueshëm? E thonë? Nuk e thonë. Del Arlind Qori që e thotë sepse nuk është i shantazhueshëm. Agron Shehaj nuk ta thotë. Adriatik Lapaj nuk ta thotë dot. Sali Berisha, jo sepse u soll edhe shprehej, domethënë me një farë servilizmi neveritës. Unë kam qenë i pari që kam krijuar kontaktet me Izrael dhe luftonin ata analistët edhe pjesëtar të opozitës me njëri tjetrin se kush është më servil ndaj Izraelit. Patjetër që Rama jo se e dim se si e ka çështjen e drejtësisë dhe pse Kurti nuk pranoi, sepse nuk është i shantazhueshëm. Ka ardhur pushtet me votat e popullit të tij. Nuk ka përdorur as oligarkin, nuk ka përdorur as krimin organizuar, as nuk ka vjedhur vota, prandaj se majta ideologjike nuk është çështje e majtës së pjatës. Fuqen në një rrugë që është anti-amerikanizmi, anti-perëndimorizmi. Absolutisht. Unë jam musliman, unë nuk e urrej Amerikën. Patjetër neve i kemi borxh historik Amerikës. E kuptoj, po do Izraelit i kemi. Pse i kemi? Izraeli na ka dhe ne i kemi. Për çfarë i kemi borxh historik? Unë rendita disa gjëra, po duhesh i rendisë. Shpreha Ariel Sharon, vitin 99, i bënte thirrje. NATO-s mos ndërhyjë në Kosovë. Një segment ekstremist, shiko. Ti ke të drejtë në atë që sot përbërja të parlamenti, ku ishte sot Rama dhe zatër mu për këtë një pjesë mesazheve kundër islamofobisë, për krimet që këshin ndodhur në Gaza, për atë zgjidhjen me 2 shtete, tinglonin më fort. Pra, ai parlament sot ka më shumë prezencë të së djathtas izraelite, ekstremistë. Patjetër, fashiste, më bën virje shkëlqar që është fashist. Sigurisht. Por që të frymëzohemi nga pozitat majta, po jo më po ta shpreh herë, unë jam i djathtë nacionalist shqiptar, nuk jam i majt, po flas në termat humanizmi. Po duke qenë që besoj që je i dishëm, është e pozicionit majtës e cila lidhje ka me humanizmi, nuk mund të jetë i majt, e kuptoj, po për humanizmin si mund thuhet nga një i majt, ju jeni i majt apo jo? Ai nuk vajti, jo, nuk jam i majt, ai nuk vajti, s'kishte mundësi, s'ka të shkojnë në Palestinë, s'ka mundësi të shkojnë në Palestinë. Atje në vendin kryesor, po thamë që i ka vrar Hamasi, tha 80.000 vetë, më. Fali, jo. I vrau Benjamin Netanyahu, Hamasi po, ka vrar civil, dhe duhen dënuar. Pa tjetër, bim dakord që duhen dënuar. Jo, më fali minuta, e pranon ti që për shkak se Hamasi ka vendosur tunelet nën spitale, nën shkolla, por Rakjo Alibimo, doli edhe nga shtëpia Bardh.
për rastin e spitalit Shifas që mbetën vrarë 500 njerëz. Edhe një herë, Po, pra, kjo alibi nuk ka rënë. Çfarë do të thotë kjo? Po vrasjet me snajper ndaj fëmijëve? Unë nuk jam duke thënë që Izraeli ka bërë mirë, që ka vrarë fëmijë, që ka vrarë, që është përpjekur të relativizimi i gjenocidit. Kjo shqetëson. Nuk kemi relativizuar sepse jemi kom që kemi vujtur gjenocid. Tani edhe një herë, po flasim për interesa shtetërore. E tham këtë gjë, e këtë thënë edhe në fortore tjerë, ne po flasim për vizitën e zhvilluar sot. Ishte një vizitë me siguri, me kërkesë izraelite, me ftesë izraelite. Kjo është arsyeja pse i arritën rangun e vizitës, e çuan parlament. Pra, në kushte të tjera do isha krenar, në kushte të tjera do isha krenar. Patjetër kryeministri im udhton drejt një shteti demokratik, që nuk ka vrarë fëmijë, që nuk ka vrarë, nuk po bëj gjyqje. Jo, unë jam kundër gjyqjeve kolektive, kështu e publike. Por unë po them çfarë është etike politikisht se s'po përdorin moralshme, se politika dhe morali mbase janë të ndara, nuk mund të ecin në një rrugë drejt, por etikisht po flasim. Ti je një shtet që kërkon të aderosh në Bashkimin Evropian, apo jo? A përmenda rastin e Gjermanisë, e cila ka zhvilluar. Për interesa ka shkuar. Po, pra, Gjermania nuk shkon për interesa, sepse është jo vetëm e Gjermania një pjesë të mirë të militarizimit vetë. Ka qenë anën kundër po e bën me armë izraelite. Po e bën me armë izraelite. Gjermania ka qenë anën e kundër të historisë, me makabritetet që kreu Hitleri, apo jo. Ndërsa ne shqiptarët, për fajt të gjermanëve, i strehuam hebrejnë. Dhe është krenarit thuhet, patjetër të bëri mirë që e thatë pjesë. Nuk po merr. Ai ishte momenti. Është moment dhe të njëjtën që duhet bëjmë me të gjithë viktimat e përndjekjes dhe gjenocidit, patjetër, sepse krijon ura misie. Ta thjesht ta demoralizojmë, ta heqim nga aspekti moral. Pikërisht kur sot ai miku yt, se thash ishte ftesë shtetërore, nuk ishte vetëm te Netanyahu, pra ishte parlamenti, presidenti. Akoma më keq është shoqëria e shtetit. Një sekond, jam duke thënë diçka tjetër. Kur ai shtet që shalat të kërkon ndihmë ty, që të ndërtoj mund t'jesh alat për mua kur je viktima, nuk mund t'jesh kur je agresori, ç'është kjo psikologjia? Po pse ne do i shpëtojmë? Cili ishte agresori? Izraeli. Ti harron se ç'a ndodhi në 7 tetor, pra zinxhiri shkaksor të ngjarjeve. Zinxhiri shkaksor ishte pasojë faktikisht. Ti harron që Hamasi mund të jetë edhe financuar nga segmentet të shtetit izraelit. A kishte Hamas në 47-ën? Kemi 700.000 viktima në 47-ën. Ta çojmë 47. Po hajde pra ta marrim sepse u ktheve mbrapa për tani. Po në 80-ën, kishte Hamas në 80-ën? Ne po flasim për tani. Në 67-ën, kishte Hamas në 73-ën, kishte Hamas në 56-ën, kishte Hamas në 28-ën, kishte Hamas... Ky është relativizimi Po jo pra jo. Ose specializimi të krimet e Izraelit. Se ndodhin vrasjen në West Bank. Fola për Iranin dhe ti nuk po flet me të njëjtën kompetencë për krimet e Iranit. Po flas, po pra, jo, fola me të njëjtën kompetencë, u shpreha që regjimi e Ayatollahëve është një regjim kriminal, antidemokratik, që duhet rrëzuar. Populiste. Është narrative Facebookut. Është narrativa ku e majta bashkohet. Ore, po ta them, po jo, po ç'është kjo e majta me ekstremizëm islamik? Bashkohen. Vendet ku është luftuar më tepër komunizmi dhe nuk ka gjetur vend janë vendet islamike. Dhe kjo është e vërtet. Gjeti një formë. Hajde futemi. Ajo kodra ku bashkohet me ku humbi Bashkimi Sovjetik. Është anti-amerikanizmi. Ku humbi Bashkimi Sovjetik? Humbi në Afganistan. Sepse nuk e pranuan komunizmin, apo jo? Humbi sepse bashkëpunonte. Nuk u fut dot në Arabi Saudite. Amerikës që financuan, prandaj. Po pra, patjetër pra. Talibanët ishin financuar. Që mund, po gjithsesi pati një refuzim. Nuk fitojnë botën islamike. Komunizmi lindi në djepin e Europës krishtere tani mentor. Në respekt e misionit të yllit që ta shikojmë nga këndvështrimi interesit kombëtar. Ana leverdis ne, edhe në kuadrë të një roli të ri që do marrë Shqipëria në kuadrë të bordit paqes, ku mund të ketë ushtar, shqiptar, të cilët do t'jenë atje në kuadrë të asaj forcës stabilizimit shumë komësh. Ana leverdis ne, apo nuk na leverdis, vazhdojmë... Por neve në leverdis pikës pari, mos na vjedhë dhe qeveria prokurori, gjykatës ndërkombëtare të Hagës, ta bëj gjykata e Hagës. Ta mos kemi marrë me Izrael. Po themi këtë, unë pranoj zgjidhjen me dy shtete dhe jam histari kësaj teze. Por neve fillimisht adetarizmi, nacionalizmi, dashamirësi ndaj kombit, duhet ta kemi raportet e brendshme. Mos kemi qeveri të korruptuar, kemi respektimin e drejtave qytetare. Kjo mjafton. Pastaj tentojmë për Tela Bilegaj, çfarë prodhoi kjo vizitë në fund? Si e kuptuat ju tani? Me thënë kjo vazhdon dhe deri nesër, po ta zëmë se kalojnë ditët. Marrëveshje të bënë, se nesër është për Ka ndonjë rezultat konkret çfarë mbetet? Apo do të mbajnë mend fotot dhe shëtitjet e Ramës? Ndoshta edhe ndonjë ndihmë mund ta shikoj
Edhe Donald Trump i këtë gjë, jo si Armenin, mund mos e shikoj si Armenin në Shqipërinë. Jo, nga tro Azerbajxhan Armenin. Jo, nuk besoj se thjesht do ta shikoj, domethënë mban shënim në këtë rast sepse thash, edhe SBA-s i intereson që të ketë aleat sa më të deklaruar të Izraelit, pro-Izraelit. Dhe Shqipëria me kryeministrin Rama, me atë që bëj sot, është e deklaruar. Ajo që vjen pas vizite është, domethënë, irritimi që mund të shkaktoj këtu brenda në Shqipëri, mënyra se si u ndërtua dhe çfarë u tha gjatë vizitës, sepse sigurisht që askush nuk mbron Hamasin dhe askush nuk është me Hamasin dhe dënon çdo veprim të Hamasit, por që nga i momenti 7 tetorit e më tutje, sa më shumë shtoi numri i viktimave dhe i fëmijëve dhe i grave të vrarë dhe të masakruar atje, aq më tepër shtoi një lloj urrëtie këtu në Shqipëri për mënyrën se si po reagoi ndaj popullatës civile. Dhe ka një disbalancë mes asaj që mendon dhe shoqëria shqiptare dhe veprimit të politikanëve shqiptarë, sepse janë të gjithë në blok, të mbështesin njëri tjetrin dhe të jenë qartësisht me më të fortin, me Izraelin, për shkak të SBA-s. Kështu që ky është problemi, çfarë vjen më pas, çfarë rrezikon Shqipëria më pas me mënyrën se si do të zhvillojnë ngjarjet në Izrael, në Palestinë, ndoshta edhe me bordin e paqes. Mënyra se si do të ndodhë atje. Dhe nuk e dim edhe zoti Rama si i ka për momentin marrëdhëniet me Erdoganin. Duken thyra, rënd thyra. Para ku për ushtë, gjukoj. Për mënyrën se pas ti rasti. Gjukoj unë. Jo, po pas dy rastet. Edhe për mënyrën se si artikulojnë parlament sot. Ky rast. Veçimin që i bëri Turqisë, mënyrën se si artikuloj sot në parlamentin Izraelit. Kështu lind ka një lloj pyetje për mënyrën se si kanë marrëdhëniet mes tyre. Kanë qenë marrëdhënie kështu gati të çelikta. Do të thesh nga unë tani për Erdoganin, do të thesh. Do ta them edhe këtë. Po, në intereson në të gjëmë. Shiko, aty marrëdhëniet tona me Izraelin prej vitesh janë marrëdhënie shumë të mira. Askush prej nesh nuk ka thënë pse i kemi të mira marrëdhëniet me Izraelin. Sepse Izraeli është unë për shembull e kuptoj shumë mirë. Është një shteti me influencë ndërkombëtare të jashtëzakonshme. Sidomos në perëndim. Po kjo është frika e politikanëve pastaj. Kjo nuk ka asnjë problem të kesh marrëdhënie të mira me Izraelin. Problemi është Epsteini aty apo? Problemi është që kur të ketë bësh me një rast konkret të një kryeministri të cilën në Izrael nuk e do asnjëri. Në Izrael, se duan, e quajnë kriminal. Dhe jashtë Izraelit e quajnë kriminal lufte, ne nuk mund të jemi ata që shprajnë fytyrën një njeriu të tillë. Ai nuk ka lidhje me Izraelin, nuk është qëndrimi ndaj Netanyahu, qëndrimi ndaj Izraelit. Kjo duhet ndarë. Qëndrimi ndaj Netanyahu është qëndrimi, si të thuash që qëndrimi ndaj Miloševićit është qëndrimi ndaj Serbisë. Jo, nuk është ai qëndrimi. Sepse Serbia ka ndryshuar shumë pas Miloševićit e aleancat u rikthyen. Jo aq shumë. Por, jo Serbia, marrëdhëniet e Serbisë me botën, jo Serbia vetë. Nuk ka marrëdhënie të dur, po që por nuk shihet si një vend shovinist që bënte vetëm krime lufte, bënte vetëm lufta dhe krime lufte. Sot është problemi te Netanyahu dhe ne nuk jam kundër kësaj që bëri zoti Rama, jo se vati në Izrael dhe mori ca pikë, se ça pikë do marrë. Po, mund të shkojë fjala deri te Trumpi që të thotë ai bravo i qoftë, dhe kaq, s'është punë pikë ashtu. Tu është në arenë ndërkombëtare, ne shikojmë një kryeministër që përfaqëson një vend musliman dhe shkon puthet me një vrasës, me një genocidist të shpallur nga gjykata kombëtare e Hagës si i tillë, në është në kërkim. Po është dhe pak kjo Anton që është në Hagë politika me servizmin e vetë ka marrë vendime. Dakor, prezumon po në kërkim, shpallur. Unë takoj, si kundër se ndodh me gjithë ne, unë takoj shumë elit një sekundë jashtë Shqipërisë. Se kjo është imazhi i Unë ju them atyre një sekundë. Imazhi kështu kompromentohet. Po pra. Pra Shqipëria është një takoj shumë izraelit dhe ju them që ne jemi miq. Dhe ata më thonë mua jemi miq, po asnjëri nuk e di pse jemi miq. E kupton? Jemi miqit e mon, kudo ku takohemi. Në shumë vende dhe ata më thonë, po asnjëri nga ne e ndjej që dhe ata nuk e dinë pse jemi. Edhe unë nuk e di. Po pra. Po është politika. Këtë të luftës dytë botërore, kjo është si bazë, atë gjithë kujtë ta bënte. Jo, është pozitive që është. Ne jemi mbajmë. I mbajmë viktimë. Po. Ne kemi mbajtur italianët, ranë italianët. Ranë italianët dhe i strehuam. Ranë italianët dhe i strehuam, ata ishin që në sulmone. Ishin pushtus në atë kohë. Po, por rrezikun më të madh kishim duke mbajtur hebrejt apo jo? Ai është rrezik. Rreziku më i madh ishte duke mbajtur hebrejt në shtëpi.
Sepse ishin Gjermanët që po vinë, Gjermanët nuk bënë shaka. Gjermanët kaluan këtu burr tani pse flet kështu. Aq pak sa që ishin. Dakor, Ka ndonjë Gjerman aty në Gjerman. E kërkuan listën ata. S'kamen me një hebre në shtëpi, rrezikoje jetën. Ndërkohë që Kroacia me Ante Pavlić i dorëzonte hebrejt. Edhe Gjermanët dhe Armeninë dinin atëherë. Sigurisht. Me ustashët i Ai dorëzonin është një akt jashtëzakonisht i rëndësishëm historik, nuk diskutohet fare. Dhe shumë kemi bërë, dhe shumë që kemi ushqyer një marrëdhënie të mirë me Izraelin. Dhe shumë që kemi. Problemi është që me Netanyahu ne nuk duhet ta kishim këtë marrëdhënie pas asaj që bëri në Gaza tani. Fal, tani Ky është problemi. Tani Rama nuk kishte ku vinte se tani Netanyahu është aty. Ta refuzonte. Edhe ai s'kishte nga të ambante. Ta refuzonte po. po t'ishte vetëm Po që shantazhueshëm. po t'ishte vetëm Izraeli, edhe mund ta bënte këtë. Po lobi hebre qeveris gjithë botën, qeveris dhe Amerikën, qeveris edhe sistemi financiar ndërkombëtar. Po ne se tim mund thuash marrëdhënia Netanyahu as me lobin hebre, sepse thash, nëse do tim është i pengesë, por edhe për lobin ka dëmtuar më shumë se lobin hebre. Kur imazhin e Izraelit. Në qoftë se ai do takonte vetëm Netanyahu, vlen të kryer shpëtim. Por Trumpi e takoi. Si ftuar special Netanyahu vani. Ai ishte ftuar në konferencë që është nesër. Do të nesër, por dje dhe sot ishte ftuar special Netanyahu takoi. Ishte gjithë konferenave, ishte gjithë. Netanyahu e prezantoi si mikun e vet personal. Ai tha, ky se ta, po ti mbash mend gjitha çataj. Rama i tha vetëm i dashur Bibi dhe i tha ti e fol si pesë tha. A mund të zgjatem këtu? Rama nuk i bëre as si kompliment atij. Ai i bëri. Dakor. Pra domethënë ai ishte nevojë për ta përdorur metaforën. Nevojë kishte ajo, të dy nevojë kishin. Dhe ky për Trumpin. Ky te edhe ai ande. Tani shiko, nevojë janë të gjithë politikanëve. Imagjino të arrisësh në nivel vendi të pretendosh që nëpërmjet Izraelit kësaj vizite Rama po rrit kuotat në Shtetet Bashkuara të Amerikës, më duket jo. Nuk. Po kushdo më në momentin që ka se ti çka ka vetuar. Jo, në momentin i ul. Po duke vajtur atje të paktën i rrit, vetëm i rrit. Por në momentin që ai ka çarit me Netanyahu. Jo. Që ai ka marrëdhënie të mira me dhëndrin. Kjo është prezentie vetë. Por në arenë ndërkombëtare për mua i uli. Edhe të tjerët Shqipërisë. Historia do gjykojë. Do ta shohim. Historia, tashmja edhe tashmja patjetër. Do ta shohim. Po i ulur se nuk mund se historia thotë ti interesoj historia. Po që se u shkruaj histori e vërtet thotë se historia që shkruajmë ne. Ajo asnjëherë nuk e vërteton. Ne kemi pas gjithmonë vizitën në Izrael, kemi pas marrëdhënie shumë mirë në Izrael. Kush ka thënë pse? Po në këtë rast. Ky është rasti që s'duhet ndodhte. Ne se tani do fillojmë diskutojmë për ato marrëdhëniet ndër arabe. Ne harrojmë diçka që Izraeli, nëse nuk do të ishte heshtja apo bashkëpunimi apo blerja apo doni quheni vendeve arabe nuk do kishte bërë atë masakrë. Po çka, kjo nuk e legjitimon masakrën. Jo, jam duke thënë që mos prit ti tani nga Shqipëria të bëj gjyqin moral të Izraelit. Momentin kur ata që kanë përkatësi fetare, aftësi, vllazëri, se një kuptim palestinezët janë vëllezra, a pjesë e një etnie më të madhe. Mos prit nga Shqipëria e vogël që po dakord, më nuk po presim nga Shqipëria, neve po themi që ai mund të shkojë një moment dytë kur ndërtosh paralele me i akuzuar për krime lufte. Këtë po themi ne nuk po themi që duhet shkpusim lidhjet edhe marrëdhëniet me Izraelin, edhe dalim si konë Enver Hoxhës që ne solidarizohemi me popujt arab. Nuk po themi këtë. Jo, kjo është ajo. Shqipëria kërkon ekuilibër. Majtën shqiptare. Jo pra, sepse the vetë si e majt, dakord. Disbalanca jetë te pozicioni i majtës. Tani mund ta ndosh majta flirton me ekstremizmin islamik. Po jo mor, po ta shpreh edhe një herë. Vendi ynë aleati kryesor. Vendi ynë aleati kryesor është pozicionuar kundër Izraelit. Po, është i majt Erdogani? Jo, një minutë. Deri në fillim viteve 90, sekond, deri në fillim viteve 90, aleati më i madh ishte Turqia, Izrael. Po pra, po është i majt Erdogani? Nuk të thash atë. Po pra, apo është ekstremist islamik? Për shkak të interesave të tyre, interesave të ndryshme. Jo. Radikalisht ndryshme në Siri, në Palestinë, edhe gjetë. Pra, interesave. Po edhe vetë Turqia, po të ishte thellësisht e interesuar. Mund ta ndalonte në mënyrë së tjetër, por nuk u përfshin kratë të Hamasit apo në kratë palestinezëve. Po në Turqi më janë vetëm deklarativisht. Domethënë pyroja politike e Hamasit është në Turqi. Sot kishte takim Halil El Hayyan me është edhe në vende të tjera ato që financojnë, shiko, rezistenca e Hamasit. Njëkohësisht Rama po fliste në Knesset,
Hakan Fidan ishte me Halil Elaja, përfaqësuesin e Hamasit Nuk e di se kush ka ngelur nga ata sa ta i vrasin, sa Po mirë, më dakord, paka shumë, kush të ketë ngelur, po ideja është që pse duhet Shqipëria të përfshihet dhe të bëhet roli i lavazherit të gjakut. Është interesi shtetëror. Po si ka mundësi këta politikanë gjithë me Saliun, me Ramën, me gjitha, këta nuk njohin interes kombëtar, ku e njohin këta? Ma thuj një rast që këto ka njohur interes kombëtar. E vlerësoj puritanizmin. Interesi kombëtar në ta vetë. Okej, këtu pajton. Ti tani po kërkon. Jo, më nuk është puritanizëm, jo. Nuk mund ta identifikojnë në mënyrë të njëjtë. Po. Thuaj se gjithë klasa politike shqiptare, thuaj se gjithë elita e Shqipërisë. Po si ka mundësi se më rezulton si askush nga këto faktor politik nuk e kupton dhe nuk e ndjen interesin kombëtar. Këta janë këtu për të mos përfaqësuar shqiptarët, jo për të përfaqësuar shqiptarët. Pozicioni jot është i tillë. Ti je i vetëm trim luftë, por kjo nuk do të thonë që ti ke drejt. Nuk jam i vetëm. Pra ti je njëri në pozicion minoritar. Ka dhe njerëz që mendojnë si unë. Janë të respektueshme, po jo, fakti që ti sjell ndin Albin Kurtin, i cili deri para pak vitesh ka pat pozicionet fuqishme anti-amerikane, pak, po e sigurt, edhe anti-izraelite, dhe ka rezistuar edhe në zhvendosjen e ambasadës në Jeruzalem, dhe shumë mirë ka bërë, sepse rezolutat OKB-s nuk e lejojnë kolonializimin e bregut perëndimor. Shumë mirë ka bërë. E kuptoj, por ama Izraeli i dha ndin i dha ndihmë Kosovës, duke njohur atë në moment kur s'kishte njohur. Po pra, po Kosova fillimisht hapi ambasadë, do më thonë ura dakord që kryeqyteti, do më thonë Kosova do njifte si kryeqytet Jeruzalemin dhe më pas ndodhin njohja. Për këtë arsye, kishte një marrëdhënie quid pro quo, nuk është një marrëdhënie kështu romantike siç e perceptojmë ne. Ishte një nxjerrje dhe një herë, se tani këtë pikë e shikon nga pozita islamocentrike. Jo, më nuk e shofarën si islamocentrike. Muslimanocentrike. Jo, absolutisht. Nga këndvështrimi i interesit të Kosovës, njohja e Izraelit brenda marrëveshjes së Washingtonit, nëpërmjet një telefonate treshe, Trump, Abdullah Hoti, Netanyahu, ishte nxjerrja e Kosovës nga impasi diplomatik që i kishte krijuar fushata çnjohjeve serbe. Po, ishte edhe në lojë, ishte edhe shkputja veriut Kosovës. Apo ishte edhe hartat, ishte edhe asociacioni. Kjo shkputjes nuk ka lidhje fare me marrëveshjen e Washingtonit. Marrëveshja Abdullah Hotit ishte e tillë, ishte edhe për kthimin e Ujmanit në liçenin Trump, apo jo? Nuk ishte fare. Dhe i uli aty si dy nxënës Vučićin me Hotin. E kuptova që ti edhe kundër Trumpit. Jo, më jo. Por kjo nuk do të thënë që unë jam pro vendit tim, po të them që asociacioni, coptimin, nuk e pranoj. Kjo është temë tjetër. Nuk ka patur marrëveshjen e Washingtonit. Marrëveshja e Washingtonit nuk ka patur ndarje. Edhe një herë nuk ka patur ndarje. Nuk ka patur ndarje marrëveshja e Washingtonit. Ndarjen, shkëmbimin e kanë diskutuar palët me njëra tjetrën. Dhe kur ka qenë një këshilltar i Trumpit, John Bolton, ai ka qenë më i hapur, thotë, mjaft që të merrni vesh ju, ne e pranojmë. Po. Por nuk ka qenë në tekstin e marrëveshjes. Po Grenelli? Mos ja atribuo. Edhe një herë Grenelli e ka mohuar. Ishte përfaqësues Grenelli. Grenelli e ka mohuar për fshirjen e vet në diskutimin e hipotezave të ndarjes apo të shkëmbimit territori, jo të ndarjes. Ai mundi të gjithë në këtë pjesë, nëse është çështje tjetër, po thjesht është pozicioni i Shqipërisë. Tani ti je, domethënë, nuk ta thash në sens kështu përçmues që ti je me Trumpin nuk është përçmim, ose ti je kundër Trumpit. Jam duke të thënë që rastësisht ose jo, ti je edhe kritik ndaj Trumpit apo ndaj asaj marrëveshjes që bëri, je edhe pro Kurtit, je edhe pro Turqisë, je edhe pro Palestinës, e kjo nuk është një rastësi shumë rastësore. Domethënë, si lidhet Kurti që është i majt? Jo, ma shpjego pak ideologjikisht, i sekond tani. Si lidhet Kurti që është i majt apo neomarksist, siç shprehen shumë analistë në studiot tona, si lidhet me Erdoganin që është një idiot klasik? Ma shpjego pak lidhjen që nuk është pozicionimi anti-perëndimor. Erdogani është pozicionuar... Po si është anti-perëndimor Erdogani kur shkon me Trumpin në shtëpinë e bardhë, çfarë po thonim? Po them kundër perëndimit si ideologji. Bashkësisë së Shtetet Perëndimore si bashkësi. Është në konflikt me Gjermaninë, me Francën, me të tjerë. Për arsye sepse ky komunizmi që njohim ne sot nuk erdhi nga literatura arabe, egjiptiane, pakistaneze, erdhi nga literatura franceze, greke, ruse, gjermane, angleze. Më thonë, ky islami që thoni islamocentrizmi apo ca shprehën edhe në otomanizmi, ka qenë i parë që ka refuzuar komunizmin.
Apo jo? Sepse nuk përshtatet ideologjikisht edhe ateizmi edhe monoteizmi. Dy ekstremet puqen me gjëra. Jo, nuk janë ekstreme, absolutisht. Në këtë kuptim që marksizmi, apo komunizmi, apo e majta puqet me ekstremizmi fetar, islamik, tek anti-amerikanizmi, kjo është... Jo, absolutisht, nuk është e tjera. Është e provuar në është e provuar për arsye të përjetimeve të tjera historike që ka përjetuar lindja mesme. Qa ndodhi në Irak, qa ndodhi në Afganistan, qa pëndodhi në Palestinë, qa ndodhi në Siri. Prandaj që, do më thënë që një shumatore përjetime që e dërgojnë popullin në këtë. Këtë pyrin që e bëre pak veti, për të bëjun të një Erdoganit o ati... Pra për Erdoganit? Se ti, jo. Këpton më qikë si më brenda këtë gjera. Mund të na eqë vështrimin të një fare në e pas këse. Ta një vështrimin, pa diskutim që nuk mund të heqim për shkak se Shqipëria dhe Ballkani është në sferën në interesave thellësisë strategjike turke, pa tjetër, ka qenë gjithmonë për aq kohë sa Turqia është trashëgimtare një shteti i cili ka sunduar në këto zona për rreth 500 vite, pa tjetër që nuk mund ta heqi. Nga ana tjetër, diplomacia turke zakonisht punon drejt për drejt me qeverit dhe sigurisht që kujdeset për patur marrëdhënie pozitive me çdo qeveri që vjen në pushtet, por duke parë vjen e kuqe. E para ishte çështja e shtetit Bektashi që presidenti Erdogan e ka konsideruar si një shtet i cili do rrënojë sovranitetin e Shqipërisë dhe sigurisht që faktori turk nuk kërkon një Shqipëri të shpërbër, kërkon një Shqipëri të bashkuar, kur them bashkuar bashkë me Kosovën, një bashkim kombëtar, sepse kështu do forcohet edhe kotat e veta si linja e fundit e islamit në Europë, patjetër që hyn edhe komponentët kulturor, dhe hera dytë është edhe kjo vizitë e cila le të themi doli totalisht kundër asaj retorike që ndjek presidenti Erdogan, por edhe diplomacia turke, qoftë me Hakan Fidan, por edhe me politikanë të tjerë të Turqisë. Dhe më duket një thyrje mbase e parekuperueshme, por që do shihet në vijim, dhe patjetër që Edi Rama do bëjë çmos që t'i ledhatoj pak a shumë siç bëri edhe në Knesset, që bashkë me vëllezërit turq, arabë etj. Do merrim me ndërtimin e Gazës, që neve nuk kemi ndërtuar këtë fshatin ton të madh, jo të merremi me ndërtimin e një vendi i cili është coptuar nga bombardimet me armët më të sofistikuara në botë. Ishe i qartë, apo? Ishe. Nëse mund të them diçka për pozicionin e Turqisë, mendoj që Turqia është aleati më i rëndësishëm në rajon, domethënë Yni, dhe është treguar mirë kuptues dhe respektues për interesat e ndryshme që ka Shqipëria, për të patur shumë rehat. Rëndësishme se ne për të gjithë themi mirë rëndësishme. Jo, në raport me konjunkturën rajonale, e kisha për konjunkturën rajonale, i djeshëm ishte takimi i Erdoganit me ministrat e jashtëm të vendeve të reja. Po pra, po e kisha lënë Elisa Spiropalin të dera. Mund ta mbarojnë këtë, nuk e di nëse e kishte lënë tek dera, dhe nëse ke vëre vetëm ti, po nuk më rezulton ashtu. Edhe Turqia ka qenë respektuese. Çfarë do thotë kjo? Unë nuk kam asnjë të dokumentuar, asnjë qendrim turk kundër shtetit Bektashin. Dhe madje Rama ka mbajtur fjalim në OKB, ka patur shkrim New York Times të njëjtën ditë, dhe menjëherë është takuar në shtëpinë e Turqisë në OKB, që është vetëm 50 metra larg selisë së OKB-s. Ka patur vetëm një qendrim publik të një shoqate, të një NGO-je fetare, më duket ose shoqate tarikate. Bektashinte Turqisë, ata ishte qendrim, nuk ishte ndonjë qendrim kategorik. Kategori kundra. Nuk ishte kategori i fuqishëm, nuk ishte siç, pa nuk ishte qendrim zyrtar ama. Mi pra mirë, Bektashinte. Unë imagjinoj që turqit mund mërziten nëse preken interesat e tyre konkretisht, dhe jo për nevojën që ka Shqipëria për të patur aleat ndryshëm në fe apo të rreshtuar ndryshe nga ajo. Turqia nuk është Greqia. Që ne bjem dakord për nevojën që me Turqinë mos i prishim marrëdhëniet për asnjë arsye. Por ama nuk e lexojmë një lloj ndjeshmërinë që ka Turqia për aleancat e ndryshme që ka Shqipëria. Me Erdogan etj. Kështu që unë nuk e shoh një lloj, domethënë, edhe nuk pash asnjë shqetësim, doja që të shikoja media turke se si e kanë parë këtë, nuk kam parë asnjë qendrim turk kritik ndaj kësaj vizite të Ramës. Nuk kanë parë, ëh? Se tani po ndodhet ajo se jo, mediat reagojnë në kohë reale, qendrimi temperatura mate. Kishte disa media që reaguan.
të rëtëja për të reagoj. Si mendojnë tani ju këtë gjë përfundimisht Shqipëria fitojnë në gjetën ju, po dhe Rama mund të rritë marrëdhënie tani jo vetëm po dhe me Shtetet e Bashkuara dhe mund të vizitojë dhe Amerikën. Jo vetëm me këtë rast, po më shumë se kaq, apo jo. Mbaron kjo si thua më tërë. Shiko që mos me qenë kundër çdo lloj gjykimi qoftë edhe të Arlindit, që Rama e fuqizon në pikpamje personale, në pikpamje të, po themi, prestigjet vetë personal, ndërkombëtar, me këtë vizit, e tha dhe Andi, kjo është pak po e sigurt, por që dhe Shqipëria e fuqizon po ashtu pozitën e vetë ndërkombëtare. Unë nuk e shoh këtë domosdoshmërisht të lidhur që nëpërmjet kësaj vizite në Izrael forcohet pozita e Ramës Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Unë mendoj që Rama e ka kapërcyer atë lloj ngrirje që mund të ketë ekzistuar në vitin e parë të presidencës Trump ndaj Shqipërisë. Ka qenë një ngrirje që mund të ketë element qefmbetje personale, por ka qenë ndërlidhur dhe me atë që 60% e stafit departamentit shtetit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës u shkurtua. 5 ambasadorë në Ballkan, Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk janë, ose e kanë tejkaluar mandatën e tyre dhe funksionojnë në minimum. Kështu që unë nuk shoh ndërlidhjen e drejt për drejt me të kësaj vizite me forcimin e pozitave të Ramës në Shtetet e Bashkuara. Nuk forcohen to dhe. Ai ka forcuar më përpara. I ka forcuar më përpara nëpërmjet Xhajet Kushneri, nëpërmjet. Po jo, pse i shton, pse i rritë, nuk ka ndonjë gjë apo jo. Shqipëria nëpërmjet kësaj vizite mund të shtojë rolin në të ashtu quajtur mbor të paqes, apo në ato trupat e stabilizimit ndërkombëtar, ku do ketë edhe turq me gjas, me gjithë kundërshtimin e Izraelit. Kështu që unë nuk shoh këtu dobësim të pozitës Shqipërisë dhe fuqizim të pozitës Ramës. Do t'i thonë ata. Fuqizim të pozitës Shqipërisë. Do t'i thonë këta Rubio këtë, do t'i thonë ka ndodhur kjo tani ka vajtur drama aty. Të gjitha si mendon tani. Marlind, fjalë e fundit. Sigurisht që Rama po bën të pamundur, çdo gur që ka në dorë po i lëviz që të bie në sy për mirë tek presidenti Trump. Të gur pa lëvizur thotë. Të gjithë e bëjnë. Këtë e bën edhe Berisha, që realisht është më i rrezikuar sepse ka një verdikt për të. I lëvizin çdo gur. Dhe më bëri përshtypje shpreha edhe më herët, domethënë këta po ziheshin në mediat online, opozita me pozitën, se kush i serviloset më tepër dhe kush i ka më mirë marrëdhënie me Izraelin. Dhe kjo është një komponent që shqiptarët nuk kanë një opozitë e cila është një linjë tjetër, sigurisht linja kryesore e shqiptarëve duhet të jetë marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por dhe nga ana tjetër nuk mund të jenë marrëdhëniet me një kryeministër shteti i cili ka kryer këto krime makabre që diskutuam këtu. Nga ana tjetër gjykoj se Rama është një hapara këtyre aspektin diplomatik. Do ta themi këtë. Din luaj me gur pa lëvizur. Nuk gur pa lëvizur dhe po ka dhe gur të mëdhenj, jo vetëm patjetër. Lloj gur. Por që edhe prania e tij në bordin e paqes. Ka levën nga Arkimedhi. Ka levën me levën. Po, me levë. E ka gjetur atë levën dhe e shtyn. E fut poshtë gurit. Duhet parë në vëmshmëri se si do jetë fati i tij politik që unë e gjykoj të pavendosur ende si fat politik. Disa tjetë Trumpit e që sigurt që? Fatë mirë. Fatë mirë do ketë. Gjajnë. Dhe se shikon Berisha i shkret me, që e di sigur po i shkret. Fiton. Po se i shkret në këtë pikpamje pa ashtu ai ishtë mjeshtë. Po në këtë pikpamje që tani me Trumpin do vim ne. Ama kjo, pastaj kjo është kjo është e tmerrshme të mendoj. Pa të mendojnë ata. Se jo më pretendoj se kryeministri e gjithë klasa politike dhe veçanërisht kryeministri se nuk duan t'ia dinë se kë përfaqësojnë. Po, a përfaqësojnë këtë votus i cili mendon komplet ndryshe, sigurisht. Jo ma e shohin se as duan t'ia dinë. Sigur do vinë ndërkombëtarët. Ata nuk janë produkt i votës, po thonë. Është qartë që janë produkt i një pengmarrje politike në dy palët që s'ka ku shkojnë njerëzit, do shkojnë prapë ata. Po. Sigur. Sepse nëse njerëzit janë gjithë kundër asaj që dhe pushtet quhet për dy palët, e kupton? Askush nuk duhet guxonte. Ai kanë pak vota, renditeti politik ka opozitë, kanë punë të gjitha lehtë. Do perceptojnë se pushteti jepen të gjitha gjërat. S'kan fare mos. S'kan besim. Kanë respekt për votën. Ta mbyllim. Tani të nderuar të shikues, unë mendoj që problemet dolën në përgjithësi. Ja u gëzuan shumë edhe operatorët Marlind.
lëvizjen të gjithë, janë gati të përqafojnë mua. Ty. Se e mbaruan. Pak vonë. Me që po e mbyll. Klasa punëtore. Janë shumë të gëzuar kjo punë po mbaron tani. Ti e nisë për para tjerve dhe mbyll mbrapa të gjithë tjerve. Jo, Problemi e di pse e nisën? Unë e nisë për para të tjerve, kam nisur që kur e nisa në fillim të Euronews. Me idenë që po ikën, po erdhën të unë, dhe po ikën fajt i kam unë. Jo, po ikën popullata. Po ikën. Në që se popullata ikën dhe nuk e shikon, fajt i kam unë. Ndaj e nisë pak për para. Bëndzemi. Po një edhe ka kopjuar dhe në një tjetër, tani që e bëmë në shu, po, jo gjithmonë duhet. Tani, ndërruar të shikuesë, ka që kishim, ne do të ritakohemi, kemi vizitat tjera të udhëheqësisë apo të mitingje, revolta, kështu revolta të shumë, protestat e... Në shpiku dhe isia se ka nevojë. Kemi këtë të parlamentit pas nesër, që është e rëndësishme. Qa të ndodhë? Komisioni e mandateve. Protestën e Arlindit, apo të... Komisioni e mandateve kemi të parë. Është dhe një nga kompanitë të cilat është dhe presim i lajme dhe të rëndësishme, një nga kompanitë të cilë ne kemi folur vazhdimisht këtu, të cilë do ketë ngjarje të gjitha dhe ne do t'i sjellim, do vjen t'i sjellim pavarësisht se jo të gjithë, e kupton. Nëse gjithë me natë. Faleminderit shumë. Faleminderit ju. Faleminderit, nderuar kolegë. Tani do të takomi të njëjtën. Bëuni gati që të na shikoni përsëri. Nëse doni gjithmonë, se kjo është hap mbyll, çfarë doni jo. Natën e mirë.